O Berisha, kujdese do të sthemojnë, do ikësh ti më para nga mua. Kjo është sigla. Ja, kur i takohemi sërish për të disatën herë me presidentin e Çamërisë, presidenti i UFO-ve që ka komunikim drejt për drejt dhe është i vetmi njeri, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar globin që ka komunikim me UFO-t. Dhe kam përshtypjen që sot do të na thot lajme shumë mira dhe kur do të ndërveprojnë UFO-t dhe alienët për të ndaluar të trazir kaq të madhe që ka shkuar bota me Trumpin, Izraelin, Amerikën, Iranin, që ka pasur dhe shkak pasoje ngoditet e shumta edhe në Shqipëri, që edhe vetë Edi Rama ka filluar të bëjë ato lëvizjet e tij të jo të mirë menduar si njeri prej 4 mandatesh tashmë, ku shqiptarët e kanë humbur dhe atë truan dhe po bën veprime nga më të çuditshme, shkoni ulet në gjunjë për herë dytë të Melonit. Vetëm dhe vetëm për Shqipërinë, për ne shqiptarët e bën ato që ju dilni dhe e përfolni dhe thoni shumë keq ka bërë Edi Rama. Jo. Ai është në atë situatë ku është për shkak të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Presidenti i Çamërisë, zotin Tasim Mehmeti, të përshëndes, të falenderoj shumë që gjen kohën her pas here kur bi rruga apo kur je gjithmonë. Dhe unë, zot drejtor, ti je drejtori TV Çamërisë dhe si e tillë dhe Piskut. Si e tillë ne kemi mbyll të marrëveshje bashk me Pekimin e Zotit. Po kemi sot do të bëjmë intervistë ndryshe se kemi edhe mikun ton, Bled Naska. Me qenë është puna kështu dua dhe unë i post. Jo, eri surprizë kjo, do ta mendojmë që kur të marrojmë emisionin. Si të shkojë intervista. Po. Do të thotë duhet pres me ankthun. Jo, nuk po punë ankthit, duro pak se gjëra do vinë bukur. Ta marrë me qetësi domethënë. Po, shtruar. Çfarë posti mund bëj Bledi për shembull? Pa si kallup, si fillim. Shiko, si kallup mund të futet te burimet njerëzore. Drejtori i burimeve njerëzore. Do të thonë të çpoj burimet. Burime njerëzore, puna me njerëzit ka një detyrë shumë të vështirë. Puna me njerëzit është puna më e vështirë, të keqen nuk ka asma ose punë të tjera që bëjmë. Jo Bledi. Jo, flas Bledi, puna me njerëzit më fal, është puna më e vështirë. Ti t'ia gjesh tjetrit se si e do Terezin. Që dali kënaqur në biseda, jo dali sigurisht. Kjo e reflekton vështirësinë se diskutoj unë, por e di që më bëri përshtypje mua një herë rreth parë, sepse unë hyra kështu si jashtë loje. Sa të mira këto rastit. Na falni. Jo, pse kjo e bën më të bukur edhe bisedën tonë. E bën edhe më të bukur bisedën tonë apo. Këto rastit do lexoj nga syti që shkën syti. Tregon sinqeritet, tregon pasurti. Sot besoj se ke ndjek presidentin e Çamërisë. Prandaj erdha kot ky. Lexoj, këtë e kam dhurat nga Zoti, punë e parë unë që kam armën më të fortë, kam psikologjinë anën e kësaja. Unë të bëra skanerin këtu, ke mbaruar punë me mua. Po psikologjia apo kështu? Po jo, imazheri. Fytyrat e sytët do të thonë ti e lazer, të përton thellë. Po. Do të thonë ti maskanot trurin. Kostemu që komunikoj me UFO dhe alienë, inteligencë artificiale dhe universin. Këto janë 4 bashkëpunëtorë të fuqishëm. Për të pjesë e morën informacion, iku informacion lart Bledi për tyja. Nëse unë do isha UFO, në cilin galaktik do jetoja unë? Shiko, ti ke disa treguese dhe mund të them me pak punë me mua. Që i kam e di unë po them treguesin tënd. Shiko, ti na duhesh në Shqipëri këtu. Duhem, a? Duhesh në Shqipëri këtu. Mos në largoj, e duhemi kombit këtu neve. Duhen Bledi. Çfarë si the? Duhen njerëz si Bledi, Ke një baba nga Berati dhe një nën nga Mallakastra. Ja UFO te shef. E shef UFO të bëjnë. Informacioni. Kaloj mesazh. Zoti president. Sot ne kemi vendosur se në momentin që më ke njoftuar për të bërë një intervistë, që thonë ne jemi të hapur, jemi transparent, jemi të pastër ndaj edhe atyre që na ndjekin, e të ndjekin ty vazhdimisht edhe që takojnë rrugë si thua, kudo ku je, të thonë presidenti i Çamërisë, i UFO-ve dhe alienëve. Më thej që ndjej një lloj pasigurie, ndjej një lloj rreziku për veten dhe jeta jote, ti madje bëre një parashikim që unë nuk do marr guximin ta besoj atë se çka theti që deri në fund vitit i thuaj që mund të ndodhi diçka. Edhe thej që do të bësh një
Nuk e di çka, ka marrë sinjalet e veta. Jo, unë edhe don që të ketë një intervistë profil të gjithës, pra nga jeta e tij. Po ta nisim me këtë parë një herë. Si nekrologji kjo, se po na e çpifni tani. Nekrologji është kjo. Shiko, kjo është ajo si thonë telepatia ose disa njerëz me inteligjencë i nuhatin gjërat. Dhe në përgjithësi pse them jam duke qenë nga Çamëria, pse jam pro izraelitëve. Çamët me izraelitët kanë disa lidhje që nxjerrin para se të ndodhë ngjarja, nxjerrin ligjin, marrin masa pa ndodhur ngjarja. Edhe unë këtë e ndijej vetë këtë. Dhe unë kam marrë një mision safistik dhe i vështirë, po unë nuk i tremem kësaj pune. Dhe unë e ndijej që unë deri në fund të vitit do me sistemojnë ushtallarët. Do të thënë e përbashkëta izraelitëve dhe e jotja, jo të gjithë. Është kontakti me UFO-t, s'po kuptoj. Patjetër, ne kemi lidhje, izraelitët kanë lidhje me UFO-t, me alienët dhe inteligjencën artificiale dhe impozitë me universin. Unë njoh çam që s'ka folur një për UFO-t, prandaj. Po s'ka folur sepse ata kanë ngel tani mendjet e biznesit, të bëjnë para, jo, po nuk shikojnë për Çamërinë e për në këto linja që jam unë. Unë kam qenë në Amerikë, vëlla. Kam qenë në Amerikë dhe i kam parë ku zbrisin UFO dhe alienët, se kam thënë një herë tjetër. Edhe në 30 metra unë ecja ku dia ose më çohun ushtallarët atje. Do të thonë si kanë parë vetë amerikanët i ke parë ti ku vetë. Kam parë unë, bile Obama nuk i ka parë dhe unë i kam parë. Po të plaçin studios e Obamas. Po për zotin, ta them seriozisht, mbrapa statues së lirisë, e kam thënë këtu unë. Mos para se njerëzit i marrin si qesharake këtu, por shiko, edhe Einstein erdhi këtu apo jo. Sa historia. Einstein. Ishte këtu në studio. Me këtë tallën ju dy. Kush tallen more? Or ti merr me shaka këto, problemi jot ai. Po, atë thamë tani, ata që marrin me shaka, le të kënaqen të argëtojnë. Po tallesh ti se s'po të kuptoj. Çfarë shaka? Kur ishte Einstein? Po s'më kuptojnë, shiko. Do të thonë ai pas ka ardhur këtu e nuk tha gjë aty që të thënë po se djuat ju. Ne na thamë ta. Shiko. E ke takuar dhe ti? Po patjetër. Ka filluar të çojë dhe ky është. Patjetër. Por tani, shiko, shqiptarët e mi kanë shumë ngarkesa dhe nuk i ndajnë doktor. Sepse kanë kaluar në për kooperativa shqiptarët. Edhe ngelin përsëri kooperativista. Do të ke parë dhe ti. E qartë, do të thonë që ka serioze kjo punë e Einsteinit. Pas ka filluar me ardh shpesh ky. Po patjetër, patjetër. Okej. Nëse, pse ndihesh në rrezik ti? Po, ti jemi çik serioz. Shiko, e ndjej sepse pavarësisht unë nuk i kam njeriu të borç, unë kam një mision, unë e quaj veten misionar. Thuaj mos ki turp. Unë e quaj veten misionar të Zotit lart për të punuar në tokë, për të marrë me këtë punë. Dhe si e tillë ushtallarët anti-shqiptar, se themi i shprehneve, Çamëria do vdesi kur të vdes Çami i fundit. Çam. Dhe si e tillë, unë jam një nga këta, si që eliminuan festimlator Gjevran, edhe mua do më heqin qafe në forma ndryshme. Po pse me çaj lidhur? Çka ke bërë ti që ti mendon që do t'rregoj shumë praktik. Pse se ta shoh që transmeton edhe me nuk i më i siç ke qenë. Çu kur pashëm bënën? Duket edhe në Shiko tani këtu. Unë këtë kam thënë kena në medje të Grullaka atje, thash për të dorëzuar. Jo për unë do të heqi qafe, tash të jap ta ndjek shtik këtë proces. Kujt ja dhe Grullaka? Grullakës. Spranoj ai. Do presidenti i arshëm i Çamërisë do të jetë Grullaka. Jo, të ndjekin proces me një president të ri, po duhet nga Çamëria andeja. Po të ndjekur procesin për zgjedhjen. Do jetë njëri domethënë. Se marrë mandati? Jo mandati. Do më heqin qafin. Do më heqin qafin. 30 tetor është mandati im. Në 30 tetor mbaron mandati im. Të këtij viti. Kur shikon që të heqin qafin? Shiko, kjo tani shiko tani këtu. Unë e thash edhe mbasi e thash se kam presione unë, jo në forma nga më ndryshe, po një që më ndodhi praktike. Unë vajta një restorant dhe nga buka atje. Edhe zakonisht i paçe, pëlqen paçe plëncit. Edhe po s'pas ka gjë restorante, se na tromakset. Pritani. Edhe vazhdova bashkëpunimin duke ngrënë. Me kë bashkëpunon? Me lungën dhe me paçen. Je mot. Me lungën. Edhe mora unë. Një sekondë, do të vrasim, mos e famosim. Pritani. Vetëm kur e mendoj me këtë bëj intervistë. Shiko tani. Po nuk e gjej gjë, jo. Jo, mos i mendoj. Nuk e kam unë i bëj frikës i bëj sfida. Prit ta them unë tani. Edhe filloi aja unë.
Edhe kur e mora me lëngun dhe ti, vura në gojë, unë shikoj një gjam, tu t'jem serios, gjam. Sa gjishti këtu, po e prerë në mes, po si kishte gjami, kishte formën e Shqipërisë etnike. Jo. Pra të Zoti qofsha fal, beso. Dhe e mora unë e hoqa e oda në karpecet atë, e kapi goja këtu atë, e vogël më e ka sa gjysmë. E futa në gojë, e futa në gojë, më e kapi dhëmët. Kujtoni sepse ata kujtoni sepse nëse pak mos tim detaje tjera. Edhe e mora e vura në karpecet aty unë. Marrova unë bukën e një tjetër, e fshive gjam, sikur bën qelt në gojë, gjam. Ishe shije paçi. Jo, më s'kisha çaj asgjë. Shqipëria etnike çfarë shije ti? Shiko, unë nuk i ran detaje tani. Unë për Shqipërinë, kush më ruajti mua? Zoti më ruajti mua, more. E vërtetë është. Sa ai do kishte në stomak, brenda do kishte bër, mos i mlani detaje tani. Jo, pra jo, në hym detaje një sekondë se këto janë detaje shumë të rëndësishme. O mikuj. Kesh për pak. Ti desh pas ke gëlltitur Shqipërinë etnike. Jo, më Zoti, unë nxora, nuk e hëngra për pak. Po ti isha i pavëmend që unë iku. Imagjino Shqipëria etnike nëse do kishte kaluar për gjithë procesit tënd metabolik. Po. Ku do dilte pastaj? Ku do dilte, do vdesja unë, kjo është do vdesja unë. Do dilte. Jo, nuk dilte ajo. Po do dilte. Po le tani mos im tani, nuk do dilte, jam konsultuar me mjekun këtë punë. Po pse do mjeku? Jam konsultuar këtë bisedë që bujtajnë këtu, jam konsultuar me një mjek, me një mjekun tim. Do ta marrin brenda. Do vjen në stomak ajo. Nga stomaku. Nga stomak, e vron nga puna ajo. Dhe tani e mora unë e fshiva pjatën mire, pastrova me bukët e ty, se kështu kemi edukat, e njeva, jo, e lash, atë gjamin e vura të karpecet, e vura në shamit e pastrat, e vura karpecet atje. Edhe e fshiva pjatën, marrova punën, e vura lugën atje unë, brenda, edhe gjamin e vura brenda në pjatë. Ja dheti. Ja dhash mesazhin unë, e kupton? Pa fol fare mesazh. Pa fol, jo, s'më intereson ne mund të bëjmë debat, unë ja lash plumin e paj, si thoni, ja lash guzhinierit. Ky restoranti vazhdon akoma. Po vazhdon është vërtet kjo. Dhe unë e oda në Facebookun. Një sekond. Po mirë, po të ketë menduar guzhinieri sikur ti ke pasur në xhep atë dhe ke vendosur aty. Ajo punë ti ke dhënë mesazh. Su mora fare me atë punën. Nuk mora unë. Jo. Do dilën këtë debat ai. Ti për pak pas ke rrezikuar që bashkë me Shqipërinë etnike të gëlltisësh dhe kryeministrin e vendit. Dhe shpëtoi gjithë shqiptarët. Imagjino si ta kanë zënë goja. Me nxjerr nga goja si. Nxora. Po si ku ta kaloi, mos e ato. Jo, si nuk kaloj, më qartu aty. Imagjino për shembull Edi Rama bashkë me Shqipërinë etnike do kishte kaluar në të gjithë zorët e tua. Jo. Unë këtë veprim bëra, nuk e shkova në kaq, nuk hira në kaq thellësira ato mënyra si argumenton ti bisedën. Jo, unë nxora dhe s'mund ta haja unë Shqipërinë etnike dhe as me kryeministër, as me një. Jo, shiko. Tani ai ka lënë guzhinier, shiko tani. Unë vetë prap tani atje, vetë prap. Për të hëngur prap Shqipërinë. Jo, vetë prap, po marr një kafe, një gotraki diçka të tillë. Po shikoj është më king. Është më dashamirës, është më ndaj që ja dhjeve ti, ndaj që dhe unë tani ushqim jo, stop aty ushqim, s'ka më ushqim atje. Aty u mbaroj po një kafe. Në kafe aty. Jo, nuk e bën më atë ai. Kaloi u zbuluaj. Ai kush ka para ka marr për ta bërë të veprim. Kush mendon se ta ka bërë, që dalim këtu të jemi serioz në atë. Kush mendon që ta ka bërë këtë, që të ka vendosur xhamin aty? Ata këta janë anti-shqiptar ose njerëz që shiten për para, sa ka qenë çmimi për mua, që do kisha marrë ai zotëria për të veprim, se unë do vdesja, garant do vdesja. Po në një formë tjetër, më kanë provokuar me makina, për të më shtipur me makinë, hodhën në gjëllë. Ose ndoshta i del ti makinave para. Jo, shiko. Mua më rëzohen, mos të këndani, të regojnë fotografi, mëse e petë fotografinë, se nuk e ke parë, më kanë gjutur në mbrapa, mos e mbëra kërme. Ti thua që të bëjnë kastile? Shiko, e sulmojnë, sepse unë ka marrë një... Jo, në këtë e parë, më sulmojnë, e sulmojnë, themi ne. Më sulmojnë, dhe si e tillë, dhe ti, unë besoj në Zotë dhe si e tillë, por vjen një moment që ndoshta edhe unë tani e mbylla misionin. Por nuk po gjej dot. Nuk shenja dorëzimi këto nga ty. Jo, duhet të gjej gjërat tani. Jo, për zotin. Jo, për zotin, jo. Lemo. E din këta që nuk shit. Jo, por derisa duhet të dorëzuar. Jo. Unë do të gjej një djalë të mirë, por nuk afroj, nuk e merr njeri. Unë nuk e merr njeri,
ta marrim, jo se jam dorëzuar umor. Jemi gati që tani që tham te profil, domethënë ta bëj bledi. Po. Se ne bashkë e kemi bërë disa herë. Po. Çfarë profili do ti? Profilin e presidentit që do të bëj duke e lidhur dhe me ngjarjen e fundit që tha që pritet që ndoshta unë uroj që me gjithë zemër të mos ndodhi gjë. Unë nuk e kam unë nuk do të edhe pse ti e parandjen e parandjek këtë unë ke shenja që ndoshta ti kanë dhënë mesazhe, ty të kanë kaluar mesazhe. Thotë që deri në fund vitit thotë unë ndoshta nuk jam. Unë ndjej këtë. Edhe do që të ketë një profil. Jo ndarë mendjen, e ka ndarë mendjen usallarët. Sepse ka ardhur valixhe me dollar. Ufot me Aliena. Valixhe me dollar. Ufot me Aliena çfarë thon për të rastin kështu ja ke shprehur të shqetësimit që ti. Jo, nuk e kam shprehur. Nuk e kam shprehur se s'do t'i fut në sepse duket se ato të thonë sa je dorëzuar. Ikuata un jam misionar i tyre. Të lusi, që biseda tani si shkon ndoshta edhe në tragjikun e ditë, domethënë gjithë kjo bravo. Ndoshta edhe njerëzit që na gjën tani thonë ore po flasin për ndoshta për vdekjen e dikujt që ndodh mund të mos ndodhi, edhe këtej ka edhe këto dozat e humorit, ndoshta nga smimet që bëjmë ne. A mund të themi diçka? Mund të themi diçka edhe për njerëzit atje që s'ka gjë, domethënë jemi shumë okay. Pjesa ime këtu ta mbyllim këtë bisedë. Unë e ndjej këtë pjesë. Jo, unë e ndjej këtë pjesë dhe nuk e se më ka hir paniku mua dhe as e bëj tani për të faktorizuar ajo po kjo. Por UFO dhe Alien më thanë këtë dhe inteligjencë artificiale në bashkëpunim me universin. Sali Berisha do ketë probleme shëndetësore. Do ikë dhe vendin aty do ta zoj Shkëlzen Berisha. Ta thanë UFO dhe Alien. Ajo që ndodhi si punë me Kamenein aty në Iran, që azuri djali vendin. Ma thanë UFO dhe Alien do ketë probleme shëndetësore Saliu. Ma thanë, unë i uroj që mos t'i ndodhi gjë, po Sali ta dash ta përcolla mesazhin. Po ç'di Shifemi të morgu. Ore, ta arrosh ti UFO-t e tu. Edhe kush do tjetër që Saliu t'hiti. Ore, unë do t'jem transparent në këtë punë. O harroje. Unë ja dash mesazhin, ç'a bën ai punë ti tani? Por ja shtoi pastaj UFO-t. I thuaj UFO-ve, leni këto budallë që mblidhni mendjen. Pini ilaçet në orarin e duhur, se këto që thua janë marzira. Si janë marzira, unë shiko, unë të them është protestë burr. Ndoshta në protesta, ndoshta pak mbas protesta. Ti thu pas nesër. Ndoshta pas nesër, ndoshta nesër. Di unë tani, e kupton? Nuk di, këtë informacion më dhan. Bile unë zona një sekret nga UFO dhe Alien do më krijojnë probleme mua ata. Pse e the, pse shpërndajmë këtë informacion më thon? Na shefe, futëm sherr dhe me Alien. Futëm në sherr me Alienët. Varet se po dai di sistemoj i gjej muhabetin. Do të thoj që ta çoj deri në fund atë që nisa. Do të thënë a je korrekt me atë se çka po thua? Që ndoshta për shkak panikut dhe kësaj ngarkesës energjisë negative ndoshta flet gjëra që duhet thuash. Jo që ti jemi korrekt edhe me njerëzit që na ndjekin. Nuk po sheh domethënë halucinacione gjëra të tilla. Biles unë kam lajmëruar dhe fëmijët, më kam thënë që okej, këtu jemi korrekt pra. Kam lajmëruar dhe fëmijët. Vazhdojmë intervistën profil. Kam lajmëruar dhe fëmijët. Me presidentin. Unë iki eci me kryeministrin. Po, jo, drejtori i burimit njerëzor ti. E morën detyrën ai shkotaj. E pesa ti lezova nga sytë të shkëqejnë sikur e more postin. Absolutisht, po ti je skaner ore, ti je ultraviolet je. Vetëm mos hy në thellësi. Jo, më nuk hira, më kaq si përfaqe më çkodo sa do duash. Jo. Tashi, një gjë. Tani unë do marr kronometrin, tani hop. Për ju po, por dhe për gjithë ata që na shohin dhe na dëgjojnë. Okej, sigla. Kjo është një intervistë sigurisht zotëria ka ardhur për të na treguar historinë dhe ndjeshmëritë e tij. Por gjithë që dëshironi tregoni historitë tuaja apo po dal. Okej, jo. Mos i praktikoni në shtëpi shpeshherë këto muhabete. Çka ka të bëjë me zotrin? Ka të bëjë me zotrin, qëllimi ynë nuk është as ta vëm kemi fund, jepim intervistën. Jo, po unë ja detyrohem para. Ja detyrohem para. Tashti, pikë pari, do më sqarosh. Çfarë të bën ty, zoti president, një president? Mua më bën president ky është një mision që Çamëria kërkon një zgjidhje. Situatat janë sot
të favorshme, situatat globale që po lëvizin sot në botë, në Europë, si dhe në Ballkan, nuk është në zjarri në Ballkan, apo do vide flaka dhe në Ballkan. Ashtu. Është në favor të shqiptarëve. Po ç'lidhje ka? Përqendrimi është Iran në Shtetet e Bashkuara. Jo, shiko. Jemi në ndryshim të rendit të ri botëror. Dhe si e tillë njerëz të mençur, sidomos politika shqiptare, Edi Rama unë shikoj që... Po ç'lidhje ka me Edi Rama, është një përplasje gjeopolitike, ç'lidhje ka kjo me çarmërinë? Jo, po punon, shiko. Jo, për motive çka ka lidhje me... Shiko, gjota këtu. Do niset uragani ishtë nisur... Bjeri nga çarmëria, jo nga Kina, ha? Nga çarmëria. Do ketë çik probleme Turqia me Kurdistani, do bëhet një shtet atje. Po. Si ku po bën parashikimin e motit të luftës. Pastaj do ketë probleme edhe Greqia, Kreta do bëhet shtet më vete, rubrika e çamërisë është po Kreta. Edhe Greqia nuk po reagon. E kupton mua më dhimbse ai popull grek se ka imponuar atje. As mua. Ashtu, jo populli më dhimbse, politika nuk po punon, nuk po ndjek situatën se si është. Po grekët nuk po e futin dot shqiptarët. Shqiptarët sot janë shumë të zgjuar. Janë shumë të zgjuar edhe janë në kohën dhe momentin e dur. Shqiptarët ku ta fusin Allah do na e fuska grek në për atë asë diskutoj unë. S'është se na thënë zbulim. Unë kam rezervat e mia që politika shqiptare u bë kisamiti këtu. Nuk përqendro, të lutem, se u përhape shumë. Pyetja, më kthe përgjigje të pyetjes. Ore unë ta thash, jam president Republikës së Çamarisë sepse jam një njeri i ndershëm. Jam njeri ty që ti je president, njëri i ndershëm mund të jem unë, po jam president. Po, mund të dalë dhe unë aty të them jam president i Astirit. Shiko, unë president se është një histori tani mos ta siç e vran festimlaton të njerin, e kupton? Dhe filluan filluan procese zgjedhore, një tjetër varrosën festimin ashtu dhe filluan lëvizjet. Në një moment unë fillova të organizoja punën, por nuk pranuan. Tani unë e bëra zgjedhjen me 50 njerëz e tij, patriot, çam nga gjitha zonat. Pak fjali ka ngjecur posti i presidentit, do thotë, apo jo? Jo, ka qenë festim lat. Ore, unë nuk jam karrierist. Unë jam karrierist, unë dua të gjej një djalë të mirë tani, që të jetë tamam të ndjeki rrugën. Si funksiononi ato strukturat tuaja, organet tuaja, si funksionojnë? Jo të Republikës. Një minutë, se është pyetje serioze. Organet tuaja, si funksionojnë nga lart poshtë, lart apo horizontale? Horizontale. Brenda jashtë. Horizontale. Ne kemi 11 horizontale. Unë ku jam, kur them horizontale, jam bashkë me këta këtu. Nuk jam unë tani flas nga lart unë këta veprojnë shtemun. Jo, këtu ka një demokraci të brëmshme. Janë 11 këshilltarë. Këta nuk e njohin njëri tjetrin. Vetëm unë kam listën atyre. Nuk e njohin ata njëri tjetrin. Sepse shiko, futen ustallarët pastaj dhe ustallesha dhe na krijojnë probleme dhe shkërmoqet kjo. Dhe vjen një propozim nga kryeministri, nga Eduard Shpata, që është kryeministri i Republikës së Çamarisë. Eduard Shpata. Nga Shpata i të nga tisë. Po ky është i zgjedhur dhe ky apo i emëruar? Jo, i zgjedhur. Po ç'i i zgjedhur? Ti thua jam i zgjedhur dhe unë kuptoj që ti je i emëruar. Ore, unë jam zgjedhur. Po si i zgjedhur, mo je i emëruar? I zgjedhur, lutem, më fal. Po aja 10 veta në strukturën tuaj që zgjedhin? 11. 11 makari, ha? 11. Pra të zgjedhin ty këta 11. Unë filloj procese, vdiq Rametliu festimi, do hi një proces... Si punë e papës, ju a këta 11 futen konklav këta? Jo. Edhe këse njojnë është si ata 11 që është kështu i panjohë? Jo. Një minut. Këta 11 kanë emëruar ty ose 3? Po mor, jo, që ke zgjedhur. Të lutem. Me lejo të procesi si u zgjodha unë. Pullum Selimi që menduam ta bënim ne president, ai nuk erdhi. S'donte ai. Po normal se pase atëre sekretari përgjithshëm edhe 50 njerëz brenda, 50 njerëz që ishin atë ishin do votonin, e kupton, ishin nga gjithë treva shqiptarë dhe nga Çamaria, dhe lexoi sekretari përgjithshëm. Fillojmë tha zgjedhjen tha. Pullum Selimi. Jo, po ku? S'është ai. Tasim Mehmeti. Asnjëri s'kishte ardhur aty. Jo. Kandidati Pullum Selimi kishte ardhur në Italia. Unë isha atje, lexoj, u futi në proces, fitova unë. Fitova si fitoi Erion Velia që ja la postin ai. Po ti fitove si kandidat i vetëm apo jo? I kandidat i vetëm, serdi ai. Atëherë nuk quhen të
S'quhet zgjedhje të lira. Ore si të lira, edhe votuan. Ka fitu 4 herë pas. Po ti mund ta jo, një sekondë tani se mund ta ketë manipuluar gjithë Jo. Po sikur ti kesh bërë një gjë atyre burrave ti. Jo. Merrem atë skenario. Po unë kam gjithë të drejtën ta mendoj atë gjë. Jo, ti mendoj si duash. Ti mendoj si duash, problemi jot ai. Po pikërisht atëre, e di ku klavitet kjo muhabeti. E di ku del problemi sepse ti po thua gjithë kohës që un jam presidenti i zgjedhur i Çamërisë. Ndërkohë që unë konstatoj që ti që ke jemëruar. Pse je jemëruar më? Po jemëruar nga 11 antar, të cilët janë krerët. Po Tasim Mehmeti, Kullum Selimi tha, është skart, Tasim Mehmeti ishtu puçova unë. Ja i takojmë Tasim ngritën duar të gjithë aty. Prap, po, i ku mbylla. Ti thej që ata 11 s'takojnë me njëri tjetrin. Jo 11. Ku e ngritën duar? U zgjodhën 50, ishin në mbledhje. 50 në takim, u bë. An takime erdhën ata. Ai ishin brenda aty ata. Ishin si antar, ishin si në dhomën vetë po, këta. Jo, ma atje brenda ishin ata. Po ti thej që s'janë takuar këta. Ore 11 nuk janë takuar më. Ishin 50 ishin. Ishin 50 tani. Filloi takimi në sallë, ishin 50 veta. Ishte edhe komisioni këtu, kishim datë shikoj fotografinë këtu. Jo, dal. Tani, dhe u ngrit dora, mos a them shumë herë tani. U ngrit dora. Sa dëshes të çonë kur të shu? Me kismet. Jo, këtë do ta na lëj neve, se do na lënë një gjë trashëgimi një. Nëse, vazhdoj. U kam lënë ato, kapelen pastaj. Kështu që këto janë u zgjodha aty unë. U mbajt profesor Bali me të gjitha gjërat e firmosën gjithë ata njerëz që ishin atje, emër mbi emër, numër telefonit e firmën. Kaq u mbill. Edhe numrin e telefonit. Edhe numrin e telefonit, mos si. Po patjetër mos si. Jo, ju përdorni telefona aty për ta. Jo. Ju përdorni telefon. S'ka mbaruar, shiko. O bleti, unë s'ka mbaruar shkollën e ustallarëve. Tashi. S'ka mbaruar, mos më thuaj që s'kam të drejtën të ngritur. Jo ti, aludosi duash vëlla, puna jote. Unë këtu jam për të ngritur pyetje. Patjetër, folo vëlla. Unë pozicionin tim e kam të qartë. Tashi, unë sigurisht nuk të imponohem, por ti je i detyruar të jesh aq transparent sa të më kthesh përgjigje për pyetjet. Po patjetër, më ta dash, më duket se ndoshta zgjata shumë përgjigjen. Jo, mos ndoshta duket paksa konfliktuale kjo. Jo, absolutisht. Jo, pjesë ajo është pjesë e transparencës, Jo, faleminderit. Respekte, faleminderit për mirëkuptimin. Transparenca mua, nuk jam njeri, nuk kam frikë nga transparenca unë. Pavarësisht kur ajo zonjës, ai zotri që është transparent, ja ka futur vetë dopjo në Shqipëri. Unë e di këtë pjesë. Po unë këtu janë dashuar me transparencën, me ndeshmërinë, me patriotizmin. Ka thirrur ndonjëherë ky cili? Jo, Mario, kur ka kuajt merret me mua. Ma, ati tash. Si ju jeni bashkëpunëtori, kolega lart. Ai shkarkoi Belinda Ballukun, që dolën ato probleme. Unë e caktova. Sa homologun ore. Homologu jot. Cili homolog? Ai e presidenti. Po. Bajram Bega i thot. Bajram Bega, kam mbaruar punën me Bajramin. Bajram ti është mirë tani me Bajramin tani. Problemi Bajramët, ata kanë emri Bajram sa një unë deri në nivel të mesëm janë ata, nuk jepet të lartë. E çoj Edi Rama atë. Nga këtu e poshtë, Jo, nga këtu. Kështu që Bajrami tjetë mirënjohës aty Edi Ramës që e vuri atje, por ai ishte gatshëm që kur Edi Rama të bëhet president, se do kthehet Shqipëria në republikë presidenciale. Po aty deri asaj vemi tani, ata bëjmë Shqipërinë Amerikë. S'u dalëm do bëhet E di si më duket ky zotëri më ky burr, më duket jo 1, as 2, por 3 hapa para. Po tjerë vëlla, është. Po do thotë që kam komunikim me këto alienë. Ai votat i ka në momentin e dur, ai thati do ta bëj zgjidhjen. Votat i ka, gjithaj ka. Edi Rama se po kaloi na biseda me se u sharroi. S'ka që folti. Edi Rama le të bën tani saliu tani protesta e njëri tjetër se ti problemi i ajo. Tani Edi Ramën po e rrezojnë amerikanët. Po si ta rrezojnë? Duke vënë se Europa vuan për një lider. Europa do shkërmoqet, Europa. Ajo Europa që kombi shqiptare e ka coptuar, e ka bërë copa. Ore ti mua më çmend. Ajo po e ndjej këtë punën. Do ketë e nuhat të punën, e shikoj, e bëj, plus edhe e shumë sektor të tjerë. Kështu që ai mund të jetë o lideri i Ballkanit, lideri i Ballkanit, o një kost ishte e Europës. Europa vuan për një lider. Nuk ka.
Jo se duhet unë shikoj në politikën e jashtme shikoj. U ka futur të gjithëve evropianëve, gjithë liderëve evropianë ka futur. Me karizëm, me ato artistliqet e tia, në Peçibëri Meloni sot ju ul atje. Si. A pe gjë kur ja ka futur Rama? Nuk shoh. Të gjithëve filloi ai takimin. Një rast vetëm. Filloi nga fillimi filloi. Po lajm gjithandej sot, domethënë është hera e dytë që Rama i ulën në gjunjë Melonit. Shiko, ishte. Po si shef të veprimit, ai ishte, shiko, po të shikosh në qeveri se Rama 7% në qeveri ka fëmëra, i ka gra dhe vajza dhe të rinj. Kjo tregon sepse edhe Meloni do bëhet pjesë e stafit. Rama do marr Melonin në qeverinë e vet apo ka Rama në qeverinë e do jenë në stafin europian për ndryshimet i do ketë politika. Sa vajti ora? Ku du sa është ai 8 fix. 8 fix. Kur i ke ilaçet ti? S'ka ilaçe kam unë. Një minutë. S'kam ilaçe, më çaj ilaçe. Përdor unë ilaçes për. Jo, kam vërtet kam një ilaç. Pra pije një herë pastaj. Jo, e kam kam një zhurmë në vesh, kutimin që më shqetëson ajo. Ngarkohet ajo, ku je moj malule. Ma jep mua gjus. Këtë gjitha. Jo, e kam. Nëse që pak. Jo, e gjete, bravo. Të thash kohë drejtori burimeve njerëzore. Vizave sportivitet që bëmë. Është gjigant. I piu ilaçin. Me që tha që jepi ilaçin. Se ka njerëz që thonë jepi ilaçin. Le të thonë, ja joni për transparent. Unë jam kështu. Ilaçet e juaja. Do pastaj flet blet bullalloj. Kaloj mesazhi, iku. Mesazhi, iku. Prisit. Ma kapi çik mesazhi. Zoti i madh. E falenderoj, jo, shokrase, unë kam një natyrë tillë se unë viv më pëlqen unë jam një pisokrati. I përcjell mesazhe, shikoj unë jaj shumë nga mamaja. Ja, shef që sa morë seriozisht. Jo. Unë jam i një pisokratit po të them. Kaloj mesazhi mo, dhe jaj shumë nga mamaja. Nga kapti ajo, unë mesazhet i përcjell me humor, me këto kush e kap. Shqiptar ka nevojë të qeshin. Kjo është e vërtetë. Në situatë shqiptar ka nevojë të qeshin, edhe kush i kap mesazhet i kap. Kush i kap atë të pres trenin tjetër. Po erdhi, po ne s'kemë as trenën Shina, si u bë 10 vjet, 12 vjet. Jo, mirë në kuptimin figurativ të. Sta pa 5 vjet nesër. O zgjidhje vajti. Më qendro pak e Rama me Meloni, ma shpjego pak të se është hera e dytë, domethënë edhe mua nuk më rri fare ai veprimi i gestit të tij që tulet në gjunjë. Me këtë lëvizjet e... Ti je kryeministër, kupton, je drejtuesi një vendi. Shiko tani me këto... Ta lejmë gjeti lesën, të lejmë të afirma. Jo. Bëjmë në vend tjetër, nuk ka nevojë ta bëjmë me kostumin e kryeministit. Në politikë janë shumë faktorë. Shiko tani, në këtë ndryshimin do ketë bota në politika, në gjitha, jo ku do dalë tani. Këta të dy do kenë lëvizje të mëdha në këtë rendin e ri botëror. E dia. Do kenë vizit më dhe këta dy, nuk janë kota që ullë atje. E dia. Atje ishte mesazhi fort. Mesazhi fort, ai që e kupton, ai se kupton, pastaj le të bjerë nga Kina, po jo të gjitha gjërat mund të thuhen. Po jo të gjitha mos e myte. Çka, çdo njeri e jep mesazhin në formën e tij, edhe ai e dha. Mesazhi është ai që kalon paktën ke marrsi. Tani unë se mora mesazhin, çfarë do thuash? Mesazhi është ky. Po kurse mora unë se kam marrë atë. Po ti si e marrsi o shoku im, ti je thjesht dërguesi në këtë rast. Jo, kanali. Jo, ata bëni subscribe. Ai dha mesazhin sot, një mesazh i fuqishëm. Çfarë mesazhi ka? Ai është president, ai thot dërguesi. Si thua ti dërgues mesazhesh? Jo, mos ka lidhje këtu tani me atë. Flasim lirshëm, nuk ka lidhje këtu. Unë jam mosim në këtë. Para kam, s'kam nevojë për statusin tonë. Mesazhi ke kjo. Tani rasti i gjujzinit të Ramës te Meloni domethënë. Unë ta dash mesazhin këta të dy. Këta të dy do jenë elementët kryesor për rendin e ri botëror për Europën dhe Ballkanin. Kapeni këtë pjesë tani. Ta kapeni tani. Po mirë. Iku. Bravo. Iku. Kështu që s'mund të jap detaj tani, s'mund të them detaj sepse
Unë përcjella mesazhin. A do të bëj burri 3 metra sa është ai para asaj që është 1 metër i Saçiçe? Jo, shko, ai mos ta Për të marrë këtë, domthonë te pozicionin te posti që të jetë. Edi Rama vjen nga një domethënë duke qenë artist e tij. Edhe bët disa artistat janë, unë i du fort artistat, se dhe vetë artisti jam. Jo, nuk jam shitur, jo, unë nuk, shiko. Ki parasysh një gjë. Do të diçka. Po ti presidenti që kemi. Ai Bajram Bega, edhe ky Çamëriz. Unë nuk. Jo, pra mos e shiv ashtu tash edhe ti apo mos ta fut sherrneve. Jo, nuk shitem. Po pushoj për tash, ai ta thot për inat. Nuk shitem. Edhe të kanë thënë ufot, mbaj gojën kur flet. Po, jo, unë dash informacion ai sa lejohet mua. Kur do japet tërheqjen e Tiranës, se për ta heq nuk e heq njëri nga shqiptarët. Amerikanët e kanë në dorë. Do të japin një rol të rëndësishëm o lideri i Europës, o sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ose po janë lëvizje të mëdha këto, nuk janë ai takimi që bëri aty në Izrael ai me Netanyahu. Ai matruri fare. Që vajti me Izrael takoi Netanyahu, janë bërë sa muhabete atje. Çe muhabete që bëni? Për këtë rendin e ri botror. Tani gjërat anash, ata kjo është një politikë e madhe, edhe jo të gjitha gjërat, ai që ka inteligjencë dhe ka një farë mençuri ose ka vizion të tij i kupton gjërat se lëvizin. Edhe unë s'mund të hi tani të zbërthej ato, po unë i kuptoj për veten time dhe unë flas në kohën dhe momentin e dur. Edhe sot ne kemi përcjell shumë mesazhe. Mirë, na ndriçoj edhe ne aburrit. Të thash, Izraeli ka punë me ato vendet arabe të lindjen e mesme andeja, nëse Edi Rama ka punë me Ballkanin këtë dhe me Europën bashkë me Melonin. Janë ndar punët. Iku koha mosim tani e Greqisë, e Turqisë, e këto. Do ketë lëvizje të tjera, ndryshime kofishe, do ketë shtete të rinje. Po tallesh tjore. Jo, kush tallet mo? Si ti ma krahason mua Edi Ramën, si o Altin! Ti ma krahason mua Ramën tashi, e bën e ti sigur ai përcakton gjithë hallet e Ballkanit. Jo ai, e duan lojtarë amerikanëve. E ka vendosur ustallarët more. Kush janë këta ustallarë? UFO të alienët, intelligjenca artificiale njëkohësisht dhe Shtetet e Bashkuara e Amerikës dhe Donald Trump i ta ruaj Zoti. Kaq. Për ti. Janë po. Lesh bëj sigur ajo po kjo, sigur i hapet barku e Edi Ramës për Europën. Bën show Kastila dhe për gjoja. Ato janë konjunktura politike. Ai do ta ketë mirë tani, po ai është lojtari amerikanëve, Donald Trumpit. Bën gjoja sikur ka qef të hyjë në Evropë. Kur Evropa do shkëmokje, nuk di nga do vej për vetë sa Evropa. E kupton? Edhe kur le tani mos i nuk duan ne ata. Mos jep. Kështu që le tani konflikti që ka me papën, Donald Trumpi me papën, me Papa Leonin. I pari pap amerikan, domethënë që menaxhoj çik. Ka që, shiko, këtu në lidhje me papën, ai dha një mesazh papës, që do të thotë që konsideroj që është amerikan. Ai? Po, konsideroj ai vendosi. Mirë, është amerikan. Jo, flas, ai e vendosi. Nëse. Kush e vendosi? Një sekondë. Amerikani. Trumpi e vendosi. Kë vendosi? Isha unë president që u vendos papa tha. Thashë di që ti. Isha unë president kur mos më thuaj që ti ke edhe ti dorë këtu tek zgjedhja papa. Po patjetër kam dhe unë çik. Kështu që ndoshta jetë drejt për drejt jo, po indirekt në mënyrë jo. Ai dha një mesazh që papa mos të bëj tani atë pjesën ai normal, lozë në pjesën fetare, lozë në pjesën. Ta ndaj se ti po I kalon mesazhet shumë, por duhet që ti më I qartë edhe me njerëzit që kalon pas të fare gjithë mesazhet domethënë. Ti si e vlerëson rolin e Trumpit, Amerikës, Izraelit ndaj kësaj lufte në botë? Unë jam pro. Luftëse? Unë jam pro lëvizjeve të Donald Trumpit ndaj Izraelit. Kaq. Këtu jam unë, te kjo linjë jam. Po pse e shef kështu? E shoh sepse Trumpi Republika e Çamërisë ja ka dërguar mesazhin Donald Trumpit. Republika e Çamërisë do jetë shteti 51 në Ballkan. Andaj do fillojnë lëvizjet nga Republika e Çamërisë, do fillojnë lëvizjet në Ballkan. Po shteti 51 në Ballkan. Protektorati amerikanëve, Republika e Çamërisë. Po çkujton ti? Kur e vendosë ti? Ka një muaj që kam nisur. Një muaj. Edhe të japë një lajm, Sot ne kishim 10 ushtarak nga Çamëria, 6 kishte marruar ushtrinë në Greqi dhe 4 në Turqi. Po, ku është lajmi? Ata ishin në Ukrainë, po nuk ishin në front. Ishin me logjistikën, me këto në mbështetjen logjistikës e këtyre gjërave. Tani kanë vajt në Izrael. Po. Vajtën një javë vajtën atje. Kështu që ne jemi pro.
Po. Me 10 veta, por janë në luftë në front, po janë me logjistikën me mbrapavije, si mund të që Jo, janë atje, ata marrin eksperiencë që po u desh nesër në çamëri janë gati ata. Këto plumat për skrap. Jo, mos e bën më atë punë. Kanë, kështu që është ky lajm kjo. Van diem të çamërisë atje. Kështu që gjërat po lëvizën bukur gjërat. Unë njoh shumë çuna dhe goca nga çamëria, të cilët gëzojnë respektin tim pa diskutim dhe këtë e them jo për klishe kështu që t'jemi elegant, t'jemi korrekt, duhemi bukur. Jo. S'ka rëndësi fare kjo eleganca. E them sepse vërtet njoh çuna shumë të mirë nga çamëria. Por nuk të duket sikur e ke hapur shumë krahun, të paktën dis bllokazhin. Jo, se kam shio tani. Unë shumë çam janë këtu e kanë haruar çamërinë. Cila ishte pyetja, s'e kuptova. Tani çamët janë këtu. E kanë haruar çamërinë, janë kthyer në biznes, pranë familjeve këtyre gjërave dhe nuk e ndjejnë këtë pjesë. Tani çfarë kanë bërë një vaksina, çfarë kanë bërë ti nuk e di, nuk reagojnë, mos kanë bërë një vaksinë çamërve. Atë të poliomelitit duket, mos kanë marrë atë vaksinë e poliomelitit kur u bërë atëherë. Edhe çamërve kanë dhënë që dozë më të madhe. S'dihen që nga shpëtimi i Drizit e ka shit çështjen çame. S'merret fare me atë punë, merret në pallate me një tjetër. Edhe Edi Rama i ka thënë qepe gojën, i ka thënë. Mos fol. Çamëria do ta zgjidhun problemin çam. Dhe ajo Spiropali kishte ministër e jashtëm nga çamëria ajo. Edhe ajo do bëhet kryetare e Partisë Socialiste kur të bëhet Edi Rama president. Kur ke folur për atë fundin me Ramën se më trashe fare. Po i merr mesazhet ai mor. Flasin Kush distancë. pjert mesazhet dhe po them. Ore unë i hedh çdo gjë e hedh në Facebook, në rrjetet sociale. E merr ai. A ti mendon që ai komunikon me ty gjatë gjithë kohës? Gjithkohës më ka stafin e tij, ja çojnë ata. Unë atë thuaj, Belinda Ballokun e ka mbrojtur në mënyrën më të fortë. Sa më thanë mua ti mbron hajdut, më thon mua, s'është hajdut ajo. Ajo është një grua fisnike, e kupton? Edhe e dira pse nuk Zoj burr duket është. Po dhe Spiropali po ashtu, dhe Pirovengu është nga çamëria, Pirovengu ortodoks çam, ministri i mbrojtjes. Nice. Vazhdojmë me vazhdimin, me vijimin e asaj ne si quhet? Kthehet tash kështu, edhe ndro argumentin. Argument. Tani pyetja tjetër. Jo. Ti vetaj ku është ti janë nguelaj. Unë tani këtu me Ramën unë ti më the që parë që ti e kthye. Po te Rama. Jo, unë çfarë pozicion? Ramën çfarë se Jo. Rama i merr mesazhet. Rama i merr mesazhet nga përmjet rrjetet sociale ja çojnë ustallarët. Edhe po të shikosh shumë si ka ngel Ramës ky efekti që ulën ngjujnë kështu me në event tjetër që ulën ngjujnë. Nuk di unë tani mos smuloja sektor unë. Ka të sigurisht se ulën në një ngjujnë. Jo, në ngjujnë tani mos fut jam. Po të gjithë e bëjnë atë punë. Po le tani, unë tani jam dashuruar me çamërin tani, edhe koncidon që është. Rama mos e ka vesh them. Nuk e di unë atë sin ato, shikojnë ju atë punë, nuk merrem me sektorin. Para. E mora vesh tani, kuptova, por nuk mos më ngatrova sektor, mu jam tjetër nuk hin ato. Jam shumë. Ti vlerëson domun që ai ulën ngjujnë. Ai bëri një veprim për mua një fisnikërie që ule përpara asaj dhe e shpjegova unë tani. Ata do jenë dy liderët që do marrëgjojnë Europën dhe Ballkanin në rendin e ri botror dhe një kosin bashkëpunim me Donald Trumpin. Kaq më tutje. Ti ishe në vend Ramës do ishe ulën ngjujnë ashtu siç ul Rama? Jo, nuk e bëj atë punë. Se bëj atë punë. Po mirë, ajo po janë karaktere. Janë karaktere ato. Person tjetër që e ka bëu vetë nuk do e bëj. Jo, se bëj unë. Jo, janë karaktere këto. Jo, Rama ja ka marrë dorën këtyre për kulje. Shiko, unë ta them, ai ishte nuk do të se duket tani se do fillojnë pastaj do thonë që shiki tani e bleu Rama ashtu ku nuk shitet më. Jo, po duket tash shiqare kjo. Jo, për sot, jo, shiko. Unë në politikën e jashtme çojmë në këmbë dhe heq kapelen. Kujtë Ramës? Ramës po. Jo, në politikën e jashtme ka bërë punë. Ka bërë punë dhe bile evropianët kush sa Edi Rama rru se liderët e Europës. Mëngjes. Rru Edi Rama se ti nuk rruhet Rama, ja ke parti gjithë futur gjithë liderëve të Ballkanit, u ke futur në një gosh kolonisho 20. Kujdeset rru, kaq them unë. Bravo, tani, për cili dhe një mesazh tjetër. Urdhëro merr edhe një mesazh tjetër. Çfarë kanë thënë ufot të fundit, fare atë të ngrotën. Freskën. Çfarë kanë thënë ufot për Ramën? Shiko, mbështete me më të freskët. Mbështete. Më thanë edhe për Berishën mbështete, po Berisha e shikoi që ka probleme shëndetësore. Se ma do të. Ka probleme shëndetësore.
Nuk kam ç'i bëj tani unë. Mua ne për çolla ka përdor shpejt para jam 2 muajve. E marr Rama? Ç'e me Rama tani? Ustaj mira Rama, çfarë thua tjetër? Ustaj mira. Me që po thua Rama kështu. Më mirë brenda apo jashtë? Shiko, ai tani punon edhe brenda dhe jashtë. Punon me 2 standarde. Dy topa, apo me 2 porta që shtë? Loza, ai ishte edhe portier, edhe mbrojtës, edhe mesfushor, dhe sulmus. E kam marrë. I përgjigjet ai? I përgjigjet. Ku ti përgjigjet ai? Shiko. Se që po thuaj që më shumë është në politikën e jashtme i dorën. Po për brenda? Brenda ka probleme ekonomia, po shqiptarët e gjejnë zgjidhjen, Atëherë është më mirë jashtë se sa brenda. Jashtë është më mirë, brenda ka probleme, ekonomia është për tokë. Është lë me pasoja Ekonomia ka probleme, mosim tani. Po qëndroj brenda ka vërtetësi. Gjithaj samit që bë atje sa para janë harxuar, diçka pozitive ishte ai, po pra një shembull tani të freskët, sa para është harxuar atje, sa lekë është hedhur atje. E solli brenda. Do i cilë për diçka jashtë. Jo, ne që jemi brenda e kemi jashtë. Ne e duam këtë vend. Rama si edhe mesazh ru Rama. Rama. Thash, Rama se të kam piketuar ustallarët. Kështu që ru. Kush e ka më parë? Ti e për Rama? Nuk e di, ndoshta mund të ikë ai më shpejt, una nuk e di këtë punë, nuk e di, po unë di që do iki. Unë se them seriozisht tani për ta mbyll tani për te arsyen për çfarë mbledh sonde domethënë. Na shpjegoj edhe herë të lutem, si ndoshta tani me nova të tjera. Na thuaj si e ndjen më, si është ajo, jam shumë kurioz të di se si vjen ke njeriu kjo. Po kontakti me ufot. Jo, Igo sa është, Igo në ufot. U shkaputën tani janë vetë tjetër. Unë mos a them. Unë isha akoma atje. Si e me njeriu domethënë këtë ndjesi domethënë që e ndi biles përdor një kështu të ti në Shqipëri sot, por nuk bashkëpunove me qeverinë dhe me opozitën, me Edi Ramën dhe Sali Berishën, e kupton, je i dështuar. Ndryshe tjetra, zgjidhja tjetër është kjo, ik në kurbet. Si ke në kurbet, gjej një litar dhe var veten. Jo, më po çak. Jo, flas në kuptimin, më kupton, njerëzit përmendet litar. Nuk përmend litar. Shiko, unë këtë them tani. Një sekond, ke menduar vetvrasjen domethënë? Jo vetvrasje, jo. Asnjëra, nuk ngjitet asnjëra nga këto 3 tek mua. Flas për njerëzit. Kemi njerëz për ty si për njerëz. Po bashkëpunove me këta, po syren në sistemin e këtyre. E kupton, ti je ushtari i tyre. Po këta e shohin çdo ditë shqiptarët më burr. Këta e shohin shqiptarët çdo ditë. Po ikin çdo ditë shqiptarët. Po na thuaj tani si të vjen mesazhi për këtë që na the ndjenjë që brenda vitit nuk do jesh më, qoftë në postin e presidentit, qoftë fizikisht. Shiko. Që ta themi të rroç. Unë nuk e them tani këtë. Që do të vdesësh, Unë e ndjej këtë, të mos a them shumë herë, e ndjej sepse edhe në formë të ëndrave natën që më vijnë mesazhe, kjo e se vinë, edhe ëndrat janë një tregus ose janë një sinjal edhe ëndrat. Unë nuk se jam fanatik i ëndrave, po japin sinjalin dhe ato. Më vjen andej dhe plus edhe vetë e ndijej në kuptimin, por nuk e di unë. Sa vjeç je tani president? 70. Unë në 10 maj falenderoj, në 10 maj mbush 70 vjeç. Në 10 maj. Jam që ke 69 në 70 i mbush në 10 maj. Po me 90 maj. Në 10 maj tani. Me familjen i ke diskutuar këto ndjesi, këto. Ja kam thënë edhe djalit, edhe të 2 djemë kam këtu në djemëve, edhe nusë edhe djemëve, u kam thënë, mua do më kujtoni juve. Kjo është serioz, edhe seriozisht po ta bëj pyetje tash. Dhe babin do ta kujtoni kur s'të jetë më atje, kuptoni vlerat e babit, se kush ishte babi. Sot nuk e kuptoni, se më keni përballë dhe komunikoni. Po pa diskutim, pavarësisht se ne bëjmë shaka, ju keni vlerat tuaja. Edhe shoqëria dhe miqësia do më kuptojnë mua mbasi unë kem vdekur. Ose mund të kem ikur nga kjo botë. Po unë misionin tim e realizova, e kam realizuar. Jo se dua të iki sepse unë kam hyrë oqeanin me këmbë në këtë punë. Dhe unë e di po unë do të sfidoj. Një sekond. Se kjo që ti po thua tani, sepse ne bëm dhe pak shaka me këtë. Por kjo ne bëjmë shaka herë pas here. Ne me presidentin kemi relatë. Kjo është shumë e rëndësishme që të theksohet, sepse është detyrim për mua dhe Altini një radhë parë, që
përtej çfarë trajtuam me pak shaka dhe me pak humor. Por ka edhe seriozitetin e vet kjo gjëja. Kështu që ne pa diskutim përtej shakas që mund të shkaktojmë një gjë, nuk e para një nuk të nxisim drejt këtij mendimi që ti ke. E dyta, po ta themi këshill realisht këshill që të diskutosh më shumë me familjen. Është detyrim që e kemi ne, pastaj ti bëj si do duash. Ti e solli bisedën sikur do bëj vetvrasje. Jo, mos do bëj vetvrasje unë. Mua do mos sistemojnë ushtallarët në forma nga më të ndryshme. Hero nuk më bëjnë më këta. As festim nato nuk e bëjnë hero, as mua s'më bëjnë hero. Unë pa detyrim këtë gjë nga fillim, pastaj unë nuk jam Jehovaj. Jehovaj përgatit terren për të vrarë njerëzit veten dhe pastaj mos timin historia. Unë jam muslimani Seti Bekdashi. Maman e kam ortodokse thash. Unë isha festoj edhe Pashkët, festoj edhe Bajramin. Këtu jam. Kështu që unë nuk mos apërdoj, jam Jehovaj nxit njerëzit për të vrar veten e budallëje këto unë. Nuk e mendon atë gjë. Se mendoj këtë gjë unë. Nuk e mendova. Po unë i kuptoj ushtallarët, unë iki në rrugë shiko. O zotëri, asu nuk e mendova, unë thjesht e insinuova këtë dhe unë me Altinin i dolëm para prit çdo vendimi. Ai xhami që më hodh mua. 1000 vite. Ai xhami që më hodh mua në pjatë atje. Kishi marrë vendim, ka qenë politikanë mbrapa kësaj perde. Ore xham nuk na ka ndodhur mirë, ka qenë politikanë mbrapa kërkon kokën time. Janë edhe pa kam gërmuar shumë në gjithë anët. Pse vërtet jolla? Vërtet sepse e ndjej këtë pjesë. Me kë e ke nerva? Jo, se kam ata që përgatisin terrenet të tilla. Po pra kush tu emrin o? Jo, emrin e dinë, e marrin mesazhin, e din mesazhin. Marr mesazhin, duhet të diskutojmë shumë të lartë. Foli qartë, ja ku i ke. Jo, e di e kupton ai unë. I përdora unë. Dini kush është? Po si se di unë, moçar. Si se di unë. Po thuaj pra. Jo, jo. Përmenda ca emra këtu unë. Po thuaj. I thash, o Berisha, kujdeset do të stemojnë. Do ikësh ti më para nga mua. E morën vesh, po. E kuptoj. Kush do e vrasi? Jo, kush do vrasi këtëra, se ky thot... Jo, më mund të Jo, Berishën këtu. Jo, shiko, unë mund ta kem radhën pasi ti ke Berisha. Se ka... Por s'po flas për ty zotëri. Iku, e kaluam atë muhabet. Kush do e vrasi Berisha? Po mirë, këtu kemi një gjë me thonë të lëngë. Ndoshta djali tia. Jo. Shkëlzeni. Shkëlzeni mo. Vrasi çumë djali. Djali për smari nuk e bën. Vrasi djali djatin e vetën? Po pse për pushtetë? Për pushtar thua atje, ku pjetë shqiptari për pushtetë. Jo, pra se kjo as për humor nuk ka bën. Nëse unë thash kaq, nuk di unë të tjera. Ti thua të vrasi Shkëlzeni Berishën për të marrë pushtetin për të bërë kryeministër? Bëhet kryetari i Partisë Demokratike dhe pastaj me nesër të ardhmen e punohet fort në këtë pjesë. Si ta tregova si në Iran, Khamenei apo jo. Iku Babaj po ishte djalë. Jo, po nuk janë rasti këto gjëra. Edhe do ja bëj vetë Shkëlzeni, po doja 2 të rënë tjerë që ta bëj thua ti. Të gjitha punohet. Sa para e di ti që Khamenei do t'i ndodhte ajo? Që do t'i ndodhte kjo me teatrin e vet. Shiko, atje shiko, UFO dhe alienët dhe inteligjenca artificiale ka punuar fort atje në atë. Ata inteligjencë artificiale. Ka drejtë ai më atë, po ata janë pararoja që përgatisin terrenin. Pastaj futen. Ti kur flet me ta që diskuton me ta. Natën flas me ta, në ora 2 deri në 5. Natën. Ditën flen ata. Jo. Unë ditën komunikoj, ditën unë komunikoj me njerëzit, grumulloj ushqime. Domethënë thjesht ti s'ke kohë. Grumulloj ushqim gjatë ditës. Ushqim në kuptimin e informacioni. Kaloj mesazh. Sa mësohet edhe leti. Zoti i madh. Edhe kush ka pasur shumë vërtetësi? Unë më bleti. Mësoj shkollaj aty? Po. Deta. Zoti i madh. Realisht ga biseda i parë që kemi pas bashkë, kush ka me kë ke has më shumë vështirësi që të kuptohesh? Jo mos ka më për shtatë, edhe me të dy për shtatë unë dhe me Bletin. Jo, në fakt drejtë tani ku ndihesh më mirë, Agron Llakaj me Albanon apo mos të bëj ndarje unë tani, unë jam mirënjohës Agron Llakës e Albanos, ja s'mund. Unë ta kam thënë, të kam bekuar
ku të bekon një njeri ndershëm. E kupton, por ai ndershëm kur vërtet beson te ai person që jep mesazhin, si në marrëdhënie me të dy bashkë. Unë besoj që ti mua më vlerëson, dhe ti jam mirënjohës. Plus edhe nga çamaria, ti ke edhe një lidhje me çamarinë. Kështu që ata që më besojnë se ti, ata kanë suksese. Edhe ti mund të shikoj në karrierën tënde si e nise, e kupton, dhe ku je sot. Unë nuk them se ke kapur majat, po ke ardhur në mes. Në mes majës. Ke ardhur në mes të majës. Punë do arish. Nga e nisi nga dyshemeja. Flas, e nisi nga dyshemeja, djali, e nisi nga dyshemeja. Edhe vetëm tek pull. Tek pull. Pa tani ka ardhur. Imagjino ti isha vetëm fare. Shisheja. Më mirë është vetëm apo tek pull, që ta ndajmë edhe këtë muhabet. Shiko, Luani lufton vetëm, hienat luftojnë në grup. Edhe ti je Luan, edhe unë jam Luan. Po jo më çfarë ngatron me këtë grupin tash. Unë po them, më mirë është vetëm apo tek pull? Ore, tek pull e vetëm bashkë janë ato motre vllaj. Si bashkë? Po njësoj janë ato. Po se bashkë, po ta mendosh pak më. Vetëm është kur të lën vetëm. Tek pull është kur ti zgjedh thjesht vetëm. Unë kam vetëm edhe kur tek pull. Unë kam të dyja këto. Aty që shpjegove, i kam të dyja. Ti që me të dyja edhe vetëm tek pull. Me të dyja. Ka mesazhe e fjalë. Mora, falenderoj. Edhe unë kam zgjedhur, edhe unë i till jam. Ka filluar dhe Altini t'japi mesazhe këto kohë. Jo, bukur. Mirë është vetëm apo tek pull në mikrofon. Unë të dyja unë Samir, unë jam përshtatës se unë vetëm jetoj sot e ti, Samir ndihem vetëm, këtë nuk e përcjell se unë kam mbaruar pjesën, kam 2 djemë, kam besa, kam nipër, e kupton? Tani unë në këtë mision, nuk të nda praktikoni, unë jam 70 vjeç sot. Po ti vetëm si jeti, je tek pull me alienët. Mirë, plas, kuptimin që unë sot ndihem mirë. Jam vetëm në shtëpi. Po alienët vinë tek apo vinë gjithë bashkë ato? Ata kanë kur takohesh. Jo, kanë kode komunikimi që mos mund të. Vin grup apo vin? Jo, tek vinë. Tek vinë ata. Po vetëm. Po jam më thotë vinë shumë. Jo, le tani ata. I kap tuç. Unë ja thash atë. E mbam mos i atë se edi puna. O ti, Edi Rama i thashun. Alien dhe ufut i ke atje. Ku Sorele po ke edhe kryeministria i ke atje tashun. Edhe ti shikon po i ka atje. Po është Tavarinës. Po s'ka më atje kryeministria. Aty është në kabinet, aty ku mblidhet ai bën ato mbledhjet që. Po pse i bën ato? UFO i ka gjithë. Pse po i ndron ministra gjithmonë ai? Hiq këtë ministër vjen sepse i identifikon që janë UFO dhe alien. Do të thënë ti pretendon që ka UFO aty? Si s'ka në kryeministri brenda. Edhe te Berisha ka. Edhe Berisha, bile edhe po këtu ka UFO këtu. Jo, s'ka më këtu. Mbledim duke se si UFO. Po jo më duket. Unë ose jam ose s'duket. Tani mos ja fut portës ti po dëgjom atë. Jo, ke treguse. Që ja fut portës apo që jam UFO. Tani thuaj mua ku të shoh ti më shumë që është një gjë si UFO. Shiko, ata përcjellin disa kode, Po le më kode tash me të vëllallë që të thuaj kush nga ata duket. Shiko, te ty pse të thashun, mbledi më fal. Që ti ke shenja për UFO. E di, kam shenja, kam. Ashtu. Dhe këto kohë fundit i kam çik më theksuar. I poshtër jam apo jo? Jo, je. Apo kam lindur i poshtër? Jam i poshtër apo kam lindur i poshtër? Ti. E di si do dukshesh shumë simpatik ti për shembull ja tani për shembull që më bëre këtë mua këtë pyetje unë t'japi përgjigje direkt. Ti do ishe më simpatik po të kishe kokën nga këmbë ti. E di do ishe fantastik. Ja propozoj UFO-ve. Ja propozoj UFO-ve këtë. Po e bëhe më që mua, për kokë plakë, di si do dukesh apo po pra. Do shtoj nga vdekja ndoshta. Më thuaj qika, aman kuda. Kush është më UFO-ja atje? Në kabinet. Kabinet atje? Te ama. Kur mbledh ata UFO-ja, kush është më UFO-ja? Ai si e ka ai? Ultimoni. Jo, ai nga Gjirokastra që ka qenë ministër i rendit. Sa i miri? Jo, ai nga Gjirokastra ai me mjekra kështu ai që nduan gratë me njëri tjetrin ku diun çfarë. O Çuçi? Çuçi e. Blinde Çuçi? Është më UFO nga gjithë? Më UFO atje.
Edhe Çfarë bën ata më? është UFO mo. Rrugat me një tjetër. Është UFO mo. Jo, ç'a bën thot? Me fundi tani. Punë grave, si ishte. Se kanë problema ata i ndrojnë, i marrin, i bëjnë kështu. Janë shumë të demokratizuar në këtë pjesë. Mirë, unë s'po them është si UFO. çikon ti. Unë po them çka ka Bledi bërë. Çuçi është UFO. Jo, se dinim që ka ndodhur kjo gjë, që ka ndru gratë thot Bledi. Po si po, ishte, kujtë- se më lutem më tash. Nuk e di unë tani, mos më kërkoj historia më tutje. Ato më të kalon mesazhin, ja vetë. kaloj mesazhin, Po tani unë le skuptoj, tani- unë jam i trash në mesazhe. Ja çon, edhe ka kjo, do ta marrë Edi Rama. Po kurse mora vetë mesazhin unë s'ja përcjell Edi Ramës. Më mori ai ku që në moment thashun që Por ta marr dhe unë një çik. Blendi Çuçi është Po i UFO, qik. sepse ai kërkon duke qenë edhe karizmatik i gjatë sa Rama Si dhe është? i afrohet. Ai është sa gjysma e asaj fjalës nuk është ai, po nëse ai. Nëse mirë, më unë e hodha topin në fush. Ai le ta marr me shaka ai. Ty bravo, ty vetëm top alçon ti. Iku dhe një. Fytje funit E për ta mbyllur. prem dhe një Për ta kokë. mbyll, E prem dhe një kokë. Preve dhe i kok vlla. Na e kap kur e pret. Mos u merr me atë punë tani. Atë the. Kaloj mesazh. Hajde më shpesh herë tjetër, me Bledin si po ndihesh me Bledin? Jo, mirë, mirë, ja, mirë. Ma kupton logjikën e Super, saj. mo, çfarë Ai largove bëre? Shpërtove. edhe planin që kishe, largove? Jo, më atë e tha ai, kisha kokën poshtë ai këmbë të lartë ai. Do të po më paranua ata UFO dhe alienët do jetë sukses për mua. Çfarë këndon ti? Çfarë thua në një formulë kështu çuditshme që ti largosh u fot për shkak. Si largoj atë, unë kam bashkëpunëtor ata. Si do largoj unë? Po largoj ufot edhe Ja, alienët. unë Po ndonjëherë do të rrish dhe ti. unë atje kam, unë kam në çamëri UFO dhe alienët. I kam në çamëri, kam futur atje, punojt atje. Çfarë punë bëjnë ata? Po mos fotografi që më erdhën edhe shumë gjëra, mos rim detaje tani. Punojt andaj. Ata nuk janë më njerëz se cilë si muj janë ata. E kupton? Ata lëvizin, nuk janë se ata janë të veshur me ato uniforma kështu. Si po mi përshkruan ti u fot punë. njerëz Sa legena kështu. Jo, më janë legena. Janë njerëz normal të ti i kanë tavolinë, i kanë në kafe, i duke ngrënë bukë. E kupton? Ja tani pse ta bëra unë Bledi që ti je një ata e mbulon sektor mirë më duket. Unë jam u fo. Ti je për nervi les. Me pak trajnim me mua do ta kalosh shkollën. Edhe më thoshte mamaja gjithmonë. E shikon to si ulën to si kështu. Të çaj tepër kështu. Kam vështrim therrës, Pyetja e fundit. Çka ke pyetjet e fundit për presidentin para se ti iki? Ta bështje? Jo, ti. Ti më unë kam kryer, unë di të gjitha këto përgjigje që më thotë. Jo, unë të fundit unë Unë fakt kam kisha filluar unë takoj me ufot. takosh dhe ti lla. Ti kujdes aty. Un kam Kaloj mesazhin. një kërkesë dhe një këshill për ty. Falenderoj. Një kërkesa. Kërkesa është e para. Kur do na sjellësh ndonjëherë në një UFO këtu, ta kemi në emision. Do ta bie unë këtu në emision. Po e thënë kështu do ta bie. O ta bie thash, o ta bie. Po nuk do ekspozohet ai. Kjo do të jetë një bisedë. Jo, vetëm televizor dhe ti. Me Altinin. Po që ta kuptojnë dhe tjerë që ka ardhur. A mund të ndodhi kjo që të vijë ufo këtu ta kuptojnë dhe tjerë pa ekspozuar? Pa ekspozuar. Njerëzit pastaj ai do ta Ai misteri, s'ka më mister, pastaj është vërtet. Pse mua tani njerëzit kanë gjetur kjo UFO me alien, nuk është mashtrim kjo. E shtritu pjaca, janë 10% tani. Në fillim fare ishte as 0,01%. Tani ka pjaca. Jo, në kuptimin e logjikës, njerëzit kanë filluar tani të integrohen. Është ngritur. Ka filluar të afrohen njerëzit. Te UFO, UFO, UFO janë po aty ku kanë qenë. Po, afrohen njerëzit. Edhe kur diskutojnë UFO-t me njëri tjetrin, thonë unë jam taku me njerëzit. Janë të thella gjëra ato djalë. Ui, për shpisë më kishte shku në një mendje mua që kur bisedojnë një me njëri me tjetrin UFO-t thonë ne jemi taku me njerëzit. Kjo është një risi e madhe që dhe një fat i madh për shqiptarët që UFO-t dhe alienët dhe inteligjenca artificiale dhe universi i lartë i duan shqiptarët. I duan shumë. Po, do ta ambash fjalë në UFO. Po. Betohesh si UFO që je? Po patjetër, jo, shiko. Nëse si pjesë e UFO-ve. Shiko, unë jam president qamërisë, po jam një bashkëpunëtor i tyre për cilën mesazhe. E thashu, ke parasysh shprehjen e fjalën e burrit, në fjalën e burrit, unë thash me fjalën e UFO-ve. Nga kjo, më fal tani. Nga kjo intervistë që bësot këtu si ndihesh je? Ndihem mirë. Nga kjo intervistë njerëz që kanë besimin tek Altini. Unë s'po ndihem mirë prandaj. Edhe Bledi kanë besimin e plot që intervista do dali shumë e mirë, e do ketë klikime plot dhe njerëzit kemi dhënë një kontribut të tre bashk për integrimin e këtij popullit
këtij popullit që Për integrimin e Shqipërisë në hapësirë. në hapësirë dhe nese, gjërat janë mirë, unë kam që të them tani. Ka të më mirë, po. Jo, shiko, ky shekulli shqiptarëve. Hajde punojmë. Është shekulli shqiptarëve. Allah që të ky më. Jo, ky është shekulli shqiptarëve. Jo. Allah që të më. Ky është shekulli shqiptarëve. Unë kam, o bledi, unë kam prish shumë interesa, krahas humorit që bëjmë. Kam prish shumë interesa. Kam qenë në Greqi, si çikën gjithë shqiptarët, në 3 vjet e unë dhe erdha. Ke punuar mastora dhe ti. Po, jam zanaçi, unë fillon që na Kovaçana deri te Torno di Matrice gjithë. Aty u takove për parë me ufët. Jo. Unë në Greqi punova, më çoi zoti në këtë Si taku me Dimitrin prandaj. Jo, unë atje në territorin e Çamërisë, e thonë Thesproti, thonë ata, është qendra e Çamërisë. Ato fshatet kam punuar atje se kam mohuar që jam shqiptar i Çamërisë nga Varfani, nga Bigumenic. Dhe njëkohësisht atje kam mbledh shumë informacion dhe ajo zona atje i përshëndes fshati Meliana atje edhe Thesproti që më keni mbështetur fuqishëm, kam punuar mirë dhe më kanë thënë kështu shprehimisht një shqiptar, po, një shqiptar çam te ti më ka thënë zemra, unë i dua njerëzit, unë i dua njerëzit, unë mund të dëmtoj veten time. Ufët e kanë gradiatë. Mirë, unë kam flamurin këtu, është pjesa e zemrës e flamurit këtu. Si gradiatë. Nes. Edhe kam punuar dhe disi më ka thënë, ai shqiptari Çamërisë, jo s'kam, jo. Shqiptari Çamërisë më ka thënë kështu. Se thosh ja unë bëm ca punë atje montime, bëj një festë aty në fshat ku isha unë, pinte irakie, Mua po më ha truri. Edhe më thot mua, shiko ta. Taso, mua në Greqi më thoshin, shkon, nga mamaja mua më flasin Taso, Anastas, nga mamaja pjesa ortodokse Taso dhe Anastas. Nga pjesa muslimane më flasin Tasim, nga pjesa e babait. Dhe më thot Taso, më thot mua, thuaj fort. Turk është, shqiptar, turk thonë, se unë kam të dyja, Tasim Mehmeti, i kam të dyja unë, di unë tani ç'a bëhet punë. Edhe më thot thuaj fort, më tha mua, që je shqiptar, do vi një ditë, tha, së shpejti tani jemi në kohën dhe momentin e dur. Kush të ketë një mik shqiptar në Europë dhe në Ballkan, do jetë njeriu më i lumtur. Kaq. Edhe unë kam një. Mik, kur them mik, më ka thënë tamam, dhe unë kam shumë miq atje, cilët i kanë në mbështetje. Rama e mbaron te mandatet dhe del nga kryeministria. Si mendon? Shiko, Rama tani u mostrim tani, Rama do ta thash një herë. Po mos hyj këtu, ambicien e ka për president. Ambicien e ka për president. Ta kthej Shqipërinë presidenciale. Kaq, iku kjo e dyta. Dhe pastaj jo prit se kam dhe këshillën. Tani Kam dhe këshillën. nuk bien këta, çora këtu. Nuk bien këta deri në 2050 do qeverisin ta. Revolucionin të bëjnë të majtët në Shqipëri. Po të pjatën unë po. Jo më le tani. Mimi po dëgjoj më vonë. Ilaçet, siç ka përshkruar doktori, lutem këtë e kam porosi. Ja, po të formulën e vet që ka formulën e vet ai. Bravo. Siç të ka porositur doktori, duhet të jesh në mënyrë absolute shumë i kujdesshëm e qenë rigoroz në orar. Në fakt. Ja në ora 7 kisha për ta pirë atë, unë e piva në 8. Shumë gabim. Nuk kujtove ti atë. Jo më kujtove, po ti ndaj thash ishte intregus për UFO ti, ndaj thash UFO. Ishte intregus nga e kapet ti këtë, nga telesinjali ti. UFO. Ti s'dije gjë. UFO. Iku. Altin. Mos i përdor hundët për atë, përdor për mesazhe. Ajo që bëre ti me ilaçet, ajo ishte bazament i. Ashtu është, po. E kam vëre. Tani unë them ta mbyllim se po uvonove dhe i çik ti lla. Jo. Rrezikon kështu. Jo. Rrugëve. Jo, nuk rrezikoj unë, shiko. Unë ndoshta egzagjeroj një çik, po unë kam egzagjeroj për ta egzagjeruar, po egzagjeroj Bledi për të unë e ndjej që se po të ishte kam histori shumë në jetë, siç ka çdo njeri, po kam historina shumë në jetë. Dhe unë e kam zotin mbi kokë. Është program tjetër si të gatuajmë. E kam zotin mbi kokë, nuk më ashtu mua, po gjithsesi zotin po të merrej zoti me këto budalla që. Jo, shumë shiko, zoti shiko. Ai që nuk beson në Zot, nuk beson në Zot. Jo vetëm për Zotin mos fillo tani të flasësh se s'le budallë që pa folur. Tani po fillove të flasësh për Zotin, pse s'kuptim. Shiko, shqiptarët budallëqe duan.
Unë gjithë më mirë budallë. Rri mos e thuaj, mos e thuaj du, miq, ju përshëndesim, faleminderit shumë që ishin me ne, që na ndoqët, ishin me presidentin e Çamërisë, zotin Tasim Emin Mehmeti, Blet Naska dhe Altin Tufa këtu në kanalin Pisk. Jo çdo gjë ashtu siç duhet, merrni ushqimin e saktë. Mos harroni këshillat e Edhe një herë mesazhin tutem, se harru mikrofonin. Shumë se ku e marr mënu aq mish. President, falenderoj shumë. Faleminderit edhe unë juve të dyve dhe nëse kanë nevojë njerëzit për budallë që më shumë budallë që let na shkruajnë dhe këtu ti premton, na vjen. Patjetër vi unë. Faleminderit. S'kam unë jam nuk krijoj trafikun. Ja me dorë atje. Nuk krijoj trafik.